Blokun e tretë për ditën e sotme do të flasim për një çështje tjetër nga ajo paraprake. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Dimall Basha, tha se me kërkesën e tij është larguar kapitulli që ai kishte shkruar dhe është hequr emri nga autorësia në një punim të vitit 2012 që fliste kundër ushtrisë lirimtare të Kosovës. Çfarë efekti mund të ketë fshirja në këtë moment? Pse nuk e ka fshirë në momentin kur e ka lexuar kapitullin e UÇK-s? E detaje tjera në lidhje me këtë çështje do të diskutojmë me panel fantastik ku të ftuar në studio kam mikun tim dhe të emisionin tonë zotri Ardian Gaxherri. Kënaqësi të jesh me ne zotri Gaxherri. Kënaqësia ime, faleminderit. Një mik tjetër i Kosovës today është Arlind Imeri me ne në studio. Faleminderit që je me ne. Kënaqësi. Nga OVL-UÇK do ta kemi në lidhje direkte zotri Gazmen Syla. Përshëndetje zotri Syla. Përshëndetje ekran. Si dhe pjesë e këtij diskutimi do të jetë edhe avokati Gent Gjini. Përshëndetje zotri. Përshëndetje. Atër po e nisë me ty Genti, sepse keni paralajmëruar një padi nesër në gjykatë natyrisht për Dimall Bashën dhe saktësisht lidhet me artikullin. Pra ju sa për fillim përfaqësoni OVL-UÇK, apo jo? Po, me drejtë të konstatuar, do më thonë nesër në ora 1:20 do të jemi në Pallatin e Drejtësisë, përkatësisht në prokurorin special do të dorëzohet kallëzimi penal dhe padia civile ndaj kryeparlamentarit Dimall Basha, ku ne veç e jemi në DNA, jemi koshkjenë se çfarë ka bërë Dimall Basha disa vite më parë. Pra, i njëjti në një revistë shkencore në një universitet amerikan ka bërë propagandë, ka përquar dezinformata treme, duke fyer popullin shqiptar dhe duke theksuar se UÇK është financuar nga kartelet e drogës. Dhe është një autor në këtë revistë shkencore ku ka bashkëpunuar dhe me një autor tjetër, janë dy autor. Ajo është më radikale dhe më ekstreme dhe me një farë i falenderohet Dimall Bashës edhe për një ndihmës tjetër sepse ky ka ofruar aty desha të ndalim, sepse aty është një libër në të cilën Basha falenderohet pra nga autoria dhe thotë se i ka ndihmuar në hulumtimet shkencore si student. Por, është e vlefshme akoma pa dije kallëzimi penal për artikullin, për faktin që ai ka hequr emrin nga aty? Po, kallëzimi penal ka për që nesër do të dorëzojmë. Është një kallëzim përmbajtësor dhe ne do të kërkojmë në baza parimore sepse ne autoritet nuk kemi, ka prokuroria speciale të kërkojmë nga Universiteti Amerikan atë revistën në tërësi, në origjinalitetin e saj. Dhe do të shikohet autorësia e vërtetë Dimall Basha, sepse pasi që ka kuptuar Dimall Basha që nesër do të dorëzohet kallëzimi penal, ka reaguar dhe paramendorit çfarë reagimi. Pra, ai hoqi emrin nga frika se do të merrte dënimin? E pohon skandalin se është fshirë artikulli kapitulli nr. 3. Po ky nuk na çet në Facebook se a është fshirë dhe cili universitet është, dhe vetëm është lojë fjalshbër. Pra nesër do të kërkojmë nga prokuroria speciale që ta hetojë dhe të na sillet revista shkencore dhe të kuptojmë Dimall Basha nga cilat çështje është financuar dhe kujt i ka shërbyer. Sepse shqipat se ky ka punuar në mbledhjen e inflacionit dhe me një autor tjetër, autori tjetër i falenderoj Dimall Basha. Se ju keni dyshime se mund të jetë financuar nga dikush, qarqe të caktuara? Po, këtë do ta bën prokuroria speciale, por ne parim kemi kërkuar që Dimall Basha tani të rezervohet nga fjalimi i tij si necesiti të kryeparlamentar, sepse ai nuk duhet të ketë drejt të fletë për kapitullin nr. 3, për ofendimin e vlerave të UÇK-s. Sepse çdo ditë që flet ai me një farë mënyrë e pengon hetimin dhe krijon huti në popull në masë. Pasi që kjo çështje po hetohet, prokuroria speciale në kërkesën time do të kërkon që Dimall Basha të përmbahet nga ky kapitull, nga kjo diskurs, domethënë që i njëjti flet që nuk jam autor dikush tjetër është, dhe prokuroria speciale duhet ta ndaloj. Pra ai mund të jetë kryeparlamentar, por nuk ka të drejtë të fletë për kapitullin nr. 3. E qartë, dhe një adresim me të vërtetë interesant, ky zotri Syla, ajo që na intereson të dim është përpara se të kthehemi në studio do ta kuptojmë arsyen se pse ka ose në fakt po e bëj këtë pyetje për juve. Fakti që po distancohet dhe e ka larguar emrin, çfarë do të thotë për OVL-UÇK-n? E ka larguar vetëm gjatë mandatit dhe pastaj do ta kthej prap, apo është bërë dëmi dhe ky dëm nuk mund të zhbëhet më pavarësisht pretendimeve dhe vendimeve të tij të talëneshme? Në fillimisht vetëm ta sqarojmë një pikë, me sa kuptova unë gazetarja e boni pyetje avokatit nderuar se ju do të përfaqësoni nesër OVL-UÇK-n për atë kallëzimin penal. A ishte kështu? Po, ishte pyetje nëse do ta përfaqësoj OVL-UÇK-n. Jo. Ne kemi pas kontakte me avokatë dhe me këtë avokatin e nderuar së bashku me ta, po ne nuk kemi dhënë autorizim që ky me përfaqësu organizata veteranëve të luftës, qoftë për një kallëzim penal, qoftë për padi. Sepse e kanë vlerësuar që janë dhe ushtarët edhe nuk e dim saktë se cili është efekti. Ta pyes në emër të kujt do e bëj, pra, Gjini?
Në emër të kujt e bësh këtë kallëzim penal? Unë këtë kallëzimin penal do ta shtoj si avokat, pasi se edhe unë jam qytetar dhe si nuk i ka 5 minuta që the prezanton OVLUÇK-n. Dhe zotri Sylla nga OVLUÇK tha se ju nuk e prezantoni OVLUÇK-n. Tash, veç ta kjarcojmë që të punë, pastaj flasim për padin. Po unë me qytetarë zotri Adil Pasniku, një qytetar veteran, i cili shuhet në vlerat e luftës, domethënë, ai ka marrë iniciativën bashkë me mua. Zotri Gjini, ta thjeshtsojmë situatën. E përfaqësoni OVLUÇK-n apo nuk e përfaqësoni? Se nëse ju e përfaqësoni OVLUÇK-n dhe zotri Sylla nuk ka një uri, kjo është skandal. Pra, unë si avokat dhe zoti Adil Pasniku, në djeni me të registrit të ushtar të UÇK-s. Një ish ushtar të UÇK-s, e përfaqësoni. Po më, Adil Pasniku që ishte ushtar i UÇK-s, dhe unë si avokat. Mirë, e kjo është tjetër gjë. Mirë, po duke qenë në çështje juridike, ju e dini sa e vlefshme është potencimi i qartë i palës së përfaqësuar. Sidoqoftë, kthehemi te Gent vetëm pas pak. Sylla, a mjafton ju si OVLUÇK, keni diskutuar të në strukturat tuaja nëse për ju është e mjaftueshme që Basha ka hequr emrin nga artikulli? Ky lajm për neve nuk ka fare rëndësi. Do të thotë ju në bëhet 3-14 vite që ju ka dorë zotit Basha me reflektu, me kuptu drejten e të stohë për shqirem. Prandaj ne jemi duke prit vendimin e gjykatës kushtetuese që kanë thonë që do të jetë me 30-in. Do të shohim pas datës 30, ne nuk kemi ndryshuar qëndrimet tona. Në një konferencë për media e kemi bërë të ditur se Basha nuk kalon. Edhe ne do të zgjedhim ndoshta formën më të keqe, më të padëshirueshme që mendojmë ne, por ne do dalim në rrugë dhe do t'ja pamundësojmë zotit Basha me ushtru funksionin e tij, dhe për këtë arsyet më veç pjedene. Prandaj nuk ka fare rëndësi kjo që ka thonë dje, kjo është ideja me mbrojt lëkurën e vet zotit Basha, por nuk ka pas në qëllim që ndonjëherë me demantu me seriozitetin më të madh ti, nëse ai ka reflektuar mbi këtë në ato që ai ka thonë punimet i shkencor. Ne mendojmë që ky reflektim edhe i zotit Basha, po edhe i zotit Murati para disa kohe, edhe komplet lëvizje dhe vendosje po vjen pas këtij dushit ftof amerikan që ndodhin në gjykatën speciale, do të thotë të deshën disa zyrtarë amerikan në atë kohë të administratës kur djena dashnë mas shumëti, do të thotë kur ndërhyjnë në Kosovë dhe na shtyrun edhe e ndalën gjenocidin që ndodhën në vendin tonë. Pra, një reflektimi i tillë neve na bën mirë kur këta thojnë edhe pranojnë realitetin që ka ndodhur në vendin tonë edhe në vitin 98-99, po kjo e Bashës nuk kalon, ne do të jemi në rrugë me parandalu këtë person me ushtru funksionin e tij, për shkak se ky zotëria në atë kohë, comme thonë edhe një herë dikon tjetër, është edukuar në frymën anti-UÇK, sepse kuptohet se njëri kur shkon në shkollë dhe në universitet edukohet. E prandaj kjo edukata nuk ka filluar anti-UÇK, edhe ne si UÇK nuk lejojmë me heq me institucionin më të lartë vendit tonë një person i cili në vazhdimsi ka fyer luftën tonë për shqyrjen. Për të vazhduar diskutimin, kërkojmë mirëkuptimin e Arlindit dhe Gaxherit, fare në fund një pyetje për Gjinin që ta lirojmë natyrisht. Çka synoni ju me këtë kallëzim? Çka doni? Gjini? Po. Cili është qëllimi final? Çka doni? Doni një kërkim falje? Doni një dorëheqje? Çka doni? Parimisht kallëzimi penal në tërsinë e saj, domethënë, ka hetimin dhe mbledhjen e fakteve. Pra, është Dimal Basha në një anë, i cili thotë që tani universiteti e ka fshirë autorsinë, por ne nuk i kemi revistën shkencore. Pra Dimal Basha loj fjalës. Çka kërkoni? Se ai ka hequr tash autorsinë nga artikulli. Çka doni ju? Ta heq edhe falënderimin tek libri? Revistën shkencore ta shikojmë në tërsi, në origjinalitetin e saj. Më pas të shikohet nga në cili prizëm e ka shtuar Dimal Basha këtë, të kërkon falje dhe të jep dorëheqje. Dhe të përmbahet nga diskursi duke kishë përdorur foltorën si kryeparlamentar, se në çdo ditë flet që unë nuk jam autor dhe tani kishe paraqitet të thojë si i Enzo, e nënë tjetër e ditë se veprimet e tij kanë shkruar panacit në popull dhe indinjon. E qartë, pra doni dorëheqjen e tij. Kjo ju me këtë pikë ju do të ishte të kënaqur si natyrisht në të rast avokat i një prej ish-ushtarëve të UÇK-s. Faleminderit Gjinin shumë që ishe këtu. Jemi në kontakt natyrisht për më të rejat rreth këtij zhvillimi. Për shikuesit që na shohin, vetëm pas pak hapim një sondazh në YouTube nëse e shihni të mjaftueshëm këtë veprim të Bashës, pra si e shihni këtë situatë. Të nisim Arlindin. Nuk është i mjaftueshëm si veç të stërheqja e asaj paragraf, atij pjesës 3 që po thotë Basha, sepse efekti ka qenë shumë më i madh se sa veç për me të rjek atë pjesë në atë punim shkencor, ndërsa
por ashtu do të me kërku Basha me jek edhe librin me të rjek nga shitja dhe mi mbledh këtë njerëz që ka mbledh, sepse atë falenderohet për kontributin edhe në... Shojmë ballinën vetëm pas pak të librit. Po, në atë punim shkencor, po unë po du mi diskutu dy arsyet, sepse një pjesë e përkrasët Bashës po thonë që ai nuk e ka ditë që bëhet fjalë për UÇK-n, që në fund librit falenderohet zoti Basha për... Po e kishim shfaqur këtu në Kosovë today falenderimin. Po jo vetëm Basha nga Kosova, kishte edhe personat e tjerë. Po flasim për kryeparlamentarin, sepse tash e kemi edhe presidentin edhe kryeministrin jashtë vendit, edhe gjithë Kosova ka mbetë në duar të Bashës. Është protokolli ashtu Arjen, nuk është çështje personi. Sakt. Po unë po du më këty të dy tabore, cilat një pjesë e përkrasët Bashës thonë që ai nuk e ka ditë që ka qenë pjesë e një punimit të tillë, po veç që ati paragrafi 3 që flitet për terrorizmin në Kosovë, unë e doj kështu. Ose zoti Basha ka qenë një student i dopt, sikur edhe në shkollë të mesme, shkollë fillore në Ngelq, edhe ja ka dhonë dikujna do pare për mja qitë. Po i ka dollë diftesa. Po vetëm që ka humbur një vit. Notat i ka ndollë edhe... Më falë, në Ngelq që ta në atë kontekstin që i themi në zonë sa vdop, zakonisht. Po, dhe se kur t'i kota është dë nisha atë, dë dyshe, dë nuk është kumëri. Po, edhe ja ka dhonë dikujna do pare për mi dollë emni një punim shkencor, për me thonë që jem pjesë në shkëzimit, ose e ka ditë sakt që ka bëhet fjallë edhe me shumë vullnet ka marrë pjesë në atë punim. Qëtu dy mundësia, nuk ka mundësi me diti, me punu punim shkencor, edhe me kom bashkautor, edhe mos me ditë që apo flitit atë, është totalisht e bamëshme. Pra janë qëtu dy mundësi, ose ka qenë e pagume me pare për me... Mirë, kjo është një akus e rëndë, besoj është vetëm hipotetikisht po e thua, por jo se ne mbajmë përgjithësi për gjëra që thuan, kështu që duhet ta bëjmë këtë distancë. Ka dole e farë diftesa, për se së mirë, po për hirtë të seriozitetet e emisionit po e lem kështu. Por, zotri Gaxhiri, ajo që më interesant të dim, është fakti se mirë, atëherë me që tash po hek, a i bie që kanë qenë të pavërteta, gjëra të shkruara atëherë? Jo, ato që i ka shkru atëherë, ato të pavërteta janë edhe atëherë edhe tash, po kë e ka kamuflazh tash, sa atëherë e ka mendu edhe e ka besu ato që ka i ka shkru, se ka qenë duke bërë një punim për shkollën. Ajo që ka do doja ta diskutojmë është si ka mundësi që një njeri që ka një punim të tillë dhe thot nuk e kam ditë se çka është shkru në pjesën tjetër, sot e kemi kryetar të kuvendit. Ai njeri sot mundet me nënshkru, me ia dhon Kosovën Serbisë, edhe se në shkru kërë parlamentari, se ka të oblikim kërë parlamentari të në shkruaj qështje marveshje hajde penzojmë, masi po dënë me asim e tjerë këtë muhabet, penzojmë që po kërësit ka tash një luft, edhe presidentja e kryeministrin besin jashtë kusha, Dimal Basha, qështu është puna e shtetit. Edhe Dimal Basha për në nëshkruj ka diçka që nuk din, edhe do me thonë pja falë ka Kosovën Serbis. Atëherë, si mundemi ne me ra në një pozitë të tillë, me pas një krye parlamentar të tillë sikur Dimal Basha. Përveç këtij punimi, më pari njerëzve të cilët vendosen në krye të shtetit duhet më u bë check-upi, edhe me u pa backgroundin. Mirë fort e potencoj Arlindi. I ka nisha dysha në shkollë fillore, sot e ki krye parlamentar. Po mbasë për mirësu rrugës, zotri Gaxhiri. Nxjerr një punim kundër vlerës sublimit UÇK-s, e ki krye parlamentar. E kini njeri që nuk e din prej çfarë trungu familjar të vjen, se ti ka shkru ato sane. Delat edhe nëj nish edhe nëj dysh, ajo është qështje tjetër, nuk mund të krasosh kështu. Nuk mundesh Ngelqat me vendosë në krye shtetit, sa ata qësion Ngelqa, përsa ta përgatiten. Sa ajo shkolla ta ftësën, dvedisën. Këta Ngelqat, si Dimal Basha që nuk din me folë. Po së vetmi, po mund të ketë edhe të tjerë. Po mund të ketë edhe të tjerë. Po t'i hymë gjithë ditarve shkollor, mund të ketë edhe të tjerë. Një shkollë profesionale me... Të tjerët, sikur kë, na duhet mu eduku. Na duhet me ditë si popull që nuk duhet me i përkraj. Por Basha su bë vetë, atë e bën disa deputet. Kështu që si mund të lëm këtë anash kështu, mos ta trajtojmë si të njëjtë sikur Basha janë edhe ata deputet të cilët e kanë votuar Dimal Bashën për kryetar të kuvendit. Të njëjtë, nuk kanë ata veç emnin mbi emnin ndryshon. E njëjta mendësi është. Një njeri me mend kokë që e voton Dimal Bashën për kryetar të parlamentit, unë nuk po di qa me thonë ati njerit. Ai vetëm të miren e këti vendi nuk mundet me dasht, se jo që Dimal Basha pas ka bo kiameti, po ai nuk din, edhe nga paditunia ndodhin gjërat e këqia. Cila, a mu e mendoni se do të reflektoj në fakt Basha në kuptimin që mund të ndodhë të japë dërheqje për shkak të protestave dhe aksioneve tuaja që të zhvillohen?
Veprimi më i mirë i shkon këtë, do të thotë ai me dhënë dorëheqje edhe mos më na shtin këtë rrugë neve hiç, por ne shumë besojmë se gjykata kushtetuese në vendimin e saj tash kur do ta merrem me datën 30, me qenë se nuk po shihet se do të konstituohet kuvendi për shkak të kryesia në komunët më konstituu fillimisht. Prandaj shumë besojmë që zoti Basha nuk ka shumë me zhvilluar me aktivitetin e tij, prandaj edhe ne gëzohemi faktin nëse gjykata kushtetuese ka më bënë zgjidhje që mos më lën këtë njerëz me udhëheq me kuventin, qoftë na çon zgjedhje ose qoftë me gjithë alternativa të tjera, po sido që të jetë, zoti Basha, ne kemi dhënë fjalën tonë, nuk ka më shumë të ushtu detyrën e tij. Por si parashikoni ndalimin, sepse jo me sa duket jeni duke shqyrtuar edhe disa opcione që ta keni një plan që t'i qaseni zotrit Basha në të ardhmen. Na elaboro pak zotri Sylla të lutem. Ta bojnë, ju njoftojnë sigurisht që për këtë hapa tjere këna mi ju njoftu, po gjithmonë në mënyrë demokratike, protest pasore, kur pa e dëmtu institucionin tonë, vetëm se kena me gjithë forma, dhe më thonë që ky zotëria mos me mujtë me vazhdu funksionin e ti ma në krye të kuvendit. Zotri Sylla, në rast se zotri Basha do kërkon të një takim me përfaqësuesin e OVL-s, do e pranonit? Pasi që shkarkohet nga pozita e kryetarit kuvendit, ndoshta mujna me prit me pi një kafe, me falendëru që nuk na ka qitë në rrugë. Por, zotri Sylla, a ka mundësi që të njëjtit i pamundësohet hyrja në parlament nga OVL-SHK pikërisht, me anë të ndonjë proteste? Nuk e besoj që organizata veteranëve të luftës është në nivel të kryes së detyrës si asnjëherë më parë, të sikur tash. Ju shihni për një javë po grumbullojnë mira njerëz në qytet në Prishtinë. Edhe ndërkombëtare, madje edhe takime ndërkombëtare keni së fundmi. Sigurisht, mira njerëz kemi organizuar në Den Haag, që s'o koni lehtë, keni pa, do të thotë nuk mohet mendja si proteste të tillë për takime ndërkombëtare. Dini moj publikojmë, nuk ka ambasadë që s'ne ka hap dyrë, nuk ka ambasadë që nuk na trajton me dignitet për shqetësimet tona, do të thotë krejt fokusin e kemi pas ka gjykata speciale, kjo me Bashën ka qenë krejt e panevojshëm për ne, po besoj si zoti Basha e din fuqin tonë, e din respektin tonë në popull, edhe kur të që ne brenda 2-3 ditë dhe jenë gatshëm me mbush sheshin e Prishtinës, me qytetarë që jenë pak kënaqur me këto që ka bërë zoti Basha. Pra nëse nuk reflekton Basha, nëse nuk jep dorëheqje, ju mund të thërrni një protestë gjithë popullore në kuptimin e kësaj mbështetje që po i referoheni? Sigurisht se ne mendojmë që ka shumë qytetarë vendit tonë, po edhe të partisë si Basha dhe janë kundër Bashës që ka bëj 13 vite më herët aty në atë punim shkencor. Adlen? Po, menoj që ishtë dash me fillu me protesta, me protestu këndër me kërku shkarkimin e zotit Basha, sepse qëre ma e mira kish me qenë sa jep dorëheqje vetë, e kuptën që ka bo, e kuptën peshen ati farë punimi shkencor, i cili është mos vetë se atë po flitet që në për Serbi është tem në për universitete a i punim, kështu që ajo është mirë me dhonë dorëheqje vetë, dhe mësme tentu me na vërshëtuja këm je kem në një ma kanë qitë temnin se këm ditë, kështu që ka dollë e këna poke që është pjesë e tina, jep dorëheqje edhe largohu dil deputeti thjesht atë qysh kena i gjithë, edhe përvesej që kish përfundu shumë a mirë, por nëse nuk jep dorëheqje, sigurisht që protesta është mënyra e radhës. Por, Sylla, më letë të pysë, pse u desh kaq kohë për të marrë vendimin për protestuar ndaj Bashës? Ja, në ditën e dytë, në fakt, kur zhjë zoti Basha e knakëzu faktit që është konstituu kuvendi, për shumë arsye tjera, për një e veçanti, sepse kena mendu se përmes kuvendit dhe institucioneve tona, do të kena mundësi me kontraktu një institut ndërkombëtar që monitoron gjykime ndërkombëtare. Në këtë rast ju dini tash bëhet fjalë për gjykatën speciale atje. Edhe fare nuk kena lodhur se kush do të jetë kryetari i kuvendit, dhe rëndësishme për ne vesh të konstituohet kuvendi jonë edhe të adresohemi me kërkesat tona për kontraktimin e këtij instituti, sepse vetëm këto institucione mund ta bëjnë një gjë të tillë, se s'kemi armë tjetër në thojza, më ju kundërvy kësaj gjykate. E prandaj, atër kur doli kë skandali i zotit Basha, ne nuk mundna me najtë duar kryq, për derisa ai të non prek fyn vlerën ma shajt, për sakrificën e popullit tonë për liri. Edhe ne kemi reaguar si kemi pa punim, por fillimisht nuk është që kemi marrë tragjike zgjedhjen e zotit Basha, sepse ashtu tek e fundit votuan deputet e Kuvendit të Republikës Kosovës. Megjithatë, edhe forma e protestës që ne po themi sot që do të dalin protestë pas këtij vendimi gjykatës, ta shohim herë çfarë epilogi jep gjykata kushtetuese kësaj çështje.
Neve ju kemi shkru partive parlamentare, shefat grupe partive parlamentare, dhe pse disa shefa ende nuk kanë marrë mandatin, po konsiderohen që mund t'jenë shefat grupe në mandatin kur fillon kuvendi punën e tij. Edhe ju kena kërkuar nga ata që ju lutem mos na detyroni të dalim në rrugë të kundërshtojmë këtë formë zotin Basha, po shkarkojeni ju. Pra ju nuk e përjashtoni mundësinë e daljes në rrugë. Ja, ne fillimisht kemi kërkuar publikisht shkarkimin e tij. E dyta kemi dërguar letër të gjitha grupeve parlamentare që ata me inicu shkarkimin e tij, edhe me vazhduar procedura me zgjedhjen e kryetar tjetër kushdo kohë saj. E prandaj ne kemi shtjerë këto mundësi tona ligjore ose zyrtare. E përgjigja e grupeve tjera parlamentare, çfarë ka qenë zoti Sylla? Apo për shkak të dinamikave të fundit s'keni marrë një përgjigje nga to? Ja, nuk kena marrë përgjigje për asnjë partie parlamentare, ne vetëm veç nëse i drejtoni LDK-s, se këto dy tjerat e kanë përkrahë zotrin Basha për krye parlamentar. Vetëm LDK-ja se ka votu. Ka diçka tjetër, Ardian. Ideja që ne kemi bërë këtë shkresë kërkesë është sepse kjo është më reflektuar dhe ato partitë të cilat e kanë votu, parti opozitare të cilat e kanë votu. Do të thotë kjo një mundësi e artë për ta, më thonë po ne kemi gabu, kërkesa e veteranëve është shumë e drejtë, edhe ne mendojmë që do të votojmë kundër ose do të votojmë pro shkarkimin e tij. Por veteranët e keni marrë bajraku në farë forme, por nuk jeni kategoria vetme e fyrë, zotri Gaxherri nga Basha. Jo, zotri Basha është vetë ofendimi. Sinonimi i fjalës ofendim është zotri Basha, një me nota shumë dobta që potencoi Arlindi, i cili kur del para popullatës si politikan, a dini çka na ka premtuar zotri Basha? Kom ja ulshu nonat në livadh me lujt. Imagjinoni këtë njeri tash sot na shqiptarët, nuk duhet me dalë prej vetit, se na gjermën s'mu i bohem. Na nonën edhe motrën e kemi pikën më të fort edhe më të dopt njetë. Edhe zotri Basha me dalë me na thonë neve, ja u lëshoj nonat në livadh, a din edhe sot me pas kryetar parlamenti, plus një punim anti-UÇK, do me thonë na jemi të dalë pej gjenezës tonë si kom. Pro të gjuan dhe gazetarëve? Por realisht, zotri Gaxherri, po më intereson me di diçka, sepse Bashën dikush e propozoi, dikush ja dha fuqinë Bashës, dhe më intereson të di pse e zgjodhën bashkë këtë person. Po ne kemi folur këtu në fakt, për qenë sigur, sepse ka qenë fillimisht një deklaratë PDK se do votojnë KD që s'ka qenë qeveri, dhe këtu në këtë studio kemi parashikuar çka nëse del Basha. Unë disa muaj më përpara emrin e Bashës si i katërti i cili do votohet. Dhe nuk doli i katërti, po doli i dyti se Albulena u bo baja duke u votu shumë herë. Jo, u pa që s'ka progres me to. Edhe vendosën Dimal Bashën. Kjo nuk është rastësi. As Albulena, as Dimal Basha. Këto janë qëllime madje u vu për 2 herë, se herën e parë s'u dha një pauzë për PDK-n, e më pas të nesërmë u bë sërish, por megjithatë do të shohim se do të ketë një reflektim pas këtij paralajmërimit të OVL-UÇK. Por ai bie krejt kjo një makinacion politik, pra me krejt këtë background, duke ditur edhe seriozitetin e situatës dhe në këtë moment na prezantohet ai person. Pra është kjo një formë e shkuaris drejt zgjedhjeve të reja. Kjo është provokim ndaj këtij populli, thjesht këta njerëz të cilët s'kan ndjesi. Lirisht më me thonë kombëtare, këta e provokojnë këtë popull deri sa mundet me duru. Imagjino me ta pru tash Dimal Bashën me ta vendos në kryet kuvendit të institucionit më të lartë të Kosovës, një njeri që shkruan punim shkencor, a dini më sa do me thonë fjala punim shkencor kundër kujna UÇK-s. Shqiptaria nuk ka njohur organizim ushtarak të suksesshëm prej kohës Skënderbeut përveç UÇK-s. Që 600 vjetë na e kem një Skënderbe edhe një UÇK. Edhe qëta dytë nëse lojmë na me na i përly, diçka presim na prej vetës ma shumë. Që kanë arrit me kapitalizu luftën, që kanë bosë na gjithë e kena hupë në fund me letra. Se kena hupë betejën për luftën. është hera e parë që e kena fitu edhe luftën, edhe betejën, edhe e kena formu një shtetë që këtë që është. E që po thotë Gaxherri natë, sot e kemi një krye parlamentar që na thëjke do të me bo një livadh, mi lëshu nonat me luft. Mirë, se s'po e përsërisim një zarë se shumë e vrash, që që me gjithatë të mirë. Aja e ka thonë në media, se aja nuk e ka shumë status Facebook vetin, por në televizion e ka thonë, do të me bo një livadh. Po, e di, e kam parë gjithë besoj, por nuk ka nevojë për të përsëritur kaq shumë. Sylla, një pyetje fare për fund, gabimet edhe mund të jenë njerëzore, nuk po tentoj ta justifikoj Bashën në asnjë mënyrë, por jeni të bindur që në asnjë mënyrë s'do e falni këtë që ka bërë, pra nuk pranoni asnjë kompromis, asnjë kërkim falje dhe më të madhe se heqjen e emrit nga artikulli?
ne kur nuk e kemi ataku zotin Basha dhe për qëndrime tjera që i ka pasur sa ka qenë deputet, sepse ky me gjas ka qenë 2-3 mandate. Sepse nuk ka qenë faktor, apo jemi ty folë për institucionin më të rëndësishëm vendit tonë, më thotë ju e dini, Republika jonë është parlamentare, e ky njeri nuk mund të me odhesh sidomos në këtë kohë. E prandaj sa për informatën juve, ne kemi informat që po qarkullon, nuk i di edhe atin ju, po zoti Kurti ja ka kërku dorëheqjen zotit Basha. Ja ka kërkuar të rriqen? Po, ose dhe i ka thonë, ti e dinë që ne kemi baj gare, kur të kemi propozu. Është në nivelin serios, apo në burimet tuaja, apo në qarqe më të thjeshta? E keni informacion nga dikush kredibil? është një burim serios. Ma herët, se tashti kjo ka hyrë në një rrugë, kur gjykata kushtetuese mori këtë vendim, ta mos kanë mundësi nuk e kanë asnjë alternativë me morë kësi veprime, po kemi informatat, zoti Kurti ka thonë që ti e din zoti Basha që na kena tallë me deputetët, me krejt popullin, prandaj ti duhet me dhonë dorëheqje. Edhe kemi informatat që zoti Basha ka thonë, unë nuk dorëhiqem, unë vetëm shkarkohem, bëni gjartë 2 vota, nëse s'gaboj diçka 600 gjartë 1 vota. Pra që nga një luftë është brenda kjo? Që këtë informatë kemi... Plani zotrit Kurti, kjo nuk është rasti, sepse e kam thënë në këtë studio para se të bohet kjo farpune, edhe kur u vendos Basha, ju kom thonë ditën e parë që ka me këshyrë me shkarku Bashën me qitë Albulena Haxhiu në vend ti. Se aje din, Albin Kurti, që Basha nuk është dinjitoz për këtë punë. Edhe kjo është gjithmonë plani Albin Kurti që Albulena Haxhiu të shënohet si presidente në rast se kryet mandati presidentes. Ajo mund të jetë ushtruese detyrës, si që ka qenë nëse për një mandat të plot, mi mund të akuso Ari Lila. Syla, ka qenë mi mund të akuso Ari Lila, as njerës ka qenë e emruar si shefi grupit parlamentar. Gjithmonë ka qenë ushtruese detyre e ati pozicioni. Kështu që njëjtë mund të bëjë edhe rast edhe Haxhiu. Proceduralisht nuk bëhet kjo Ardiane din edhe te edhe unë dy të bashkëdim, kryetari i kuvendit votohet, se shkarkohet ai hyp kjo në vend atij. Nuk bëhet kjo punë, kushtetuta nuk e lejon. Jo, s'bët kryetare plotfuqishme, por ushtruese detyrës s'bët. Kështu që ajo është diçka që mund të shkojë ashtu po. Obligohen me zgjedh kryetari. Megjithatë, duket se është një situatë e çuditshme, ndonse natyrisht zoti Sylla nuk dinë se sa don të hyjë në çështje të vendimeve që mund të ndalin me datën 30 nga kushtetuesja. Ajo paka shumë parashikohet, po lëvizja që Nenad Rashid ka bërë duke thënë se nuk do më të kandidoj për në kryetar të kuvendit, e krijon një situatë tjetër. Të shohim këtu me të vërtetë nëse është çështja e listës sërbe apo është çështja për shkuar në zgjedhje, këtu mbase do të kuptohet krejtësisht ajo që po zihet, po e them kushtimisht. Ne nuk kemi gjatë tjetër me shtu vetëm se juftojna me në bashkangjit në protestin tonë, kur do dalim me kundërshtu punën e këtij personi i cili ka hyrë sakrificën e popullit tonë për liri. Ka që kemi thonë për organizatë veteranëve të luftës. Pra, nëse vendimi është me 30 e martë dhe ta zëm puna kuvendit nisë të mërkurën apo të ejtën, një me njëherë që ditën e parë dhe të një protestën? Të mërkurën, nëse ditën e martë vjen vendimi për gjykatës kushtetuese, mërkurën do të thrasim konferencë me media dhe do t'ju njoftojmë për hapat tonë në vazhdim. E qartë. Faleminderit shumë, zotëri Sylla. Punë të mbarë me Ove Leuçika. Faleminderit juve, kolegëve gjithëve. Punë mbarë. Faleminderit shumë. Mirë, në fakt, një koment për mbyllës, nuk e di nëse kemi hapur një sondazh, nëse e kemi, do donim ta shenim. Po, ndërkohë që Gaxheri, çka do të ndodhë tutje me që e prekam paka shumë çështjen e gjykatës kushtetuese, vendimi i Rashit se nuk do më të kandidohet për në kryetar, i bie që duhet bërë dikush nga lista sërbe. Si do të reagojë lëvizjave të vendosme në këtë rast? Po, lëvizjave të vendosme tashmë e kam thënë edhe një ditë tjetër është futur në kurthën e vet, sepse këta funksionojnë duke kriju kurtha, edhe është futur tani në kurthën e vet. Dhe këta nuk munden me dalë me një propozim nga lista serbe se krejt luftën që e ka lëvizjave të vendosme e ka për pushtet, se me pa pas luftë për shtet nuk e kish pru Kosovën në këtë situatë çfarë e ka pru me na izolu prej Evropës e prej Amerikës, po shumë shpesh elektoralisht e kish pagu, si krejt parti tjera e kam paguar dhe kish luftu për shtet, por vetëvendosja e ka luftën për pushtet dhe nuk e ka atë problem. Prandaj, prap ne do vazhdojmë në një blokadë, unë shpresoj që sa më shpejt partitë politike të Kosovës të tjera, pos vetëvendosjes të gjenë konsensus dhe ose të gjenë një mënyrë që të shkojmë në zgjedhje, sepse ne po e shohim që partitë e tjera nuk po dojnë me bo një qeveri të përbashkët, pavarësisht se ka qenë një
një opcion i lidhjes demokratike të Kosovës, të tjerët nuk ju kanë bashkangjit, në anën tjetër ata kanë kërku gjithë përfshirjen, këtë rast vetëvendosja nuk ju shkon, do me thonë është diçka e paboshme. Thjesht ne po i lusim mos na humbin kohë, shkojmë zgjedhje tjera, edhe ta dim prej nga t'ja fillojmë shtetit, se kemi mbet sikur një jetim. Mire, shojmë sondazhin, base kjo është momenti, edhe ta komunikojmë fakt sondazhin tonë, ta shojmë nëse regjia e ka gati, brenda këtij, po pra, kjo është edhe sondazhi, a mjafton heqja e emrit të Dimal Bashës nga publikimi? Vetëm 31% e personave që po na ndjekin live kanë menduar po, por si e komentoni ju, zotëri Meri? Që do të thëtë 69% një pjesë e madhe edhe e lëvizjeve të vendosje mendon që nuk mjafton vetëm heqja e emrit zotit Basha. Edhe një pjesë e madhe e lëvizjeve të vendosje? 69% personave që kanë votu që nuk mjafton. Janë vetëm 31% që thujnë mjafton. Por për përkatësim politike të këtyre ne nuk e dim, se këta e natyrisht shikues të... Lëvizjave të vendosje i ka diku 42%. Kështu që brenda lëvizjes vetë vendosje ka njerëz shumë të mirë, edhe kombëtar, nuk janë gjithë si Dimal Basha, si Albin Kurti, po thjesht më vjen keq për ata bashkombasit e mi që janë lajthitur nga gënjeshtrat e Albin Kurtit, e Dimal Bashës, e Mimoz Akusarit. Dhe kjo base është një për momenteve të rallat që Gaxhiri e lavdon dikën, apo? Jo, nuk mundemi na... Jo, nuk mundemi me gjyku pse kini lloj ideologjie dhe je i keq tash, por në qoftë se i bën shtetit keq, bën keq, je i keq. Faleminderit edhe një herë Gazmend Syllës, Genxhinit, Arlind Imeri dhe Ardian Gaxhiri. Faleminderit shumë. Shkron. Po aq interesant. Kemi një blok tjetër po aq interesant, do të flasim për një arrestim dhe gjykim të një rabini cili mund të ndodhë në Shqipëri, por çfarë ka bëra edhe gjithçka tjetër